Në kuvend është realizuar konferenca e 20 kryetarëve të kuvendit dhe presidentëve gjatë iniciativës së dytë adriatiko-joniane. Në fjalimin e saj, presidentja e vendit Gordana Siljanovska-Davkova theksoi se diplomacia parlamentare ka një rol kyç në ruajtjen e paqes dhe stabilitetit në rajon përmes bashkëpunimit intenziv në kohë sfidash të thella globale dhe pasigurie. Ajo vuri në dukje dobësimin e dukshëm të mekanizmave të kontrollit ndaj pushtetit ekzekutiv. Sipas saj, marrëdhëniet ndërkombëtare nuk duhet të jenë vetëm në duart e ekzekutivit, por edhe të parlamenteve si krijuese të politikës ndërkombëtare. Një e drejtë fundamentale vërtet sot është e rëndësishme të potencohet, se për fat të keq paqja dhe stabiliteti nuk janë të dhëna një herë për gjithmonë. Unë si profesoresh i siguroja studentët se jetojmë në paqe të përhershme ose të përjetshme dhe se BE-ja është projekt i paqes, se OKB-ja gjithashtu është projekt i paqes. Nuk tingëlloja si Fukuyama kur thoshte se u futëm në fundin e historisë, por me të vërtet nuk mendoja se kjo që po ndodh sot mund të ndodhë. Në këtë konferencë foli edhe kreu i kuvendit Afrim Gashi, i cili tha se aktualisht jetojmë në kohë të sfidave të ndryshme, duke nisur nga sfidat e stabilitetit të sigurisë, po edhe sfidave ekonomike, të cilat sipas kryeparlamentarit ndikojnë në mënyrë direkte në jetën e përditshme të qytetarëve. Ka shumë sfida, si në aspektin politik, si atë të sigurisë, por edhe në planin ekonomik. Ajo që është e rëndësishme e për të cilën të gjithë ne jemi këtu është se çdo sfidë dhe çdo moment krize të kalohet më shpejt dhe në mënyrë më të suksesshme, vetëm nëse veprojmë të bashkuar, pavarësisht asaj nëse kemi çaste të koordinuar rajonale, ose bëhet fjalë për mbështetje ose shkëmbim të përvojave, vetëm së bashku mundemi më shumë. Në debat morën pjesë edhe kryetar dhe nënkryetar të kuvendeve nga Serbia, Kroacia, Malizi, Italia dhe Bosnia Hercegovina, ndërsa të pranishëm ishin edhe përfaqësues të korit diplomatik nga vendi.